A mund të na tregoni për mevludin, a është bidat ose haram? Mevludi as është bidat, as është haram. Mevludin shumë njerëz e kanë sulmu, shumë njerëz e kanë apliku, shumë njerëz e dojnë, shumë njerëz e urrejnë. Mevludin mendoj se s'është edhe kjo temë santi, po di fjalë po i tha. Mevludi është letërsie. Është letërsie, por letërsie islame. Ata që e urrejnë Mevludin kisha më thonë të nisen. Unë jam i gatshëm kur të duan ata që e urrejnë, edhe sulmojnë, e bojnë bidat, e bojnë atë, jam gati më ju thonë se prej fjalës së parë në Mevlud deri në fjalën e fundit, atë që është fjala e amin, ai fillon me emrin Allah, mbaron me emrin amin. Ka mundësi me jam këthi o në ajet, o në hadis, o në poezi. Kejtë rresht pas rreshti. Ati ka sende të vërteta që bajnë në besimin tonë pjesë direkt. Për shembull, Allah emnin ta përmendim daima me një spunën, me ta gjithë kush bërë që ka, në Kur'an, ja ju e ledhine, amenu dhkurullaha dhikran këthira. Ka në hadis, ka thënë kur ka Zoti s'pat meleka, s'pat insan, arsh, as kurs, as dil, as ram. Hadis, kana Allahu wala shay'an ma'ahu. Kjo hadisi është në Mevlud. Pastaj, në histori, e njëne emnin e ka nëna Mustafas. Kush thot Mevlud s'ka kur gjohë. Hajtë të kalzujë që ka pas emnin në ati, bro. Kusë do mja gjithë një qëtër nëna. Abdullahin shejti e mbabe ka pas. Nëse ka pas, runa zot emnin babe pejgamberit Filip. Jo, Abdullah ka pas. Ka babe shka është Mevludi. Këta është të qartë drejt për drejt i shka është Mevludi. E mirë pra. A i Mevludi thotë se pejgamberi ka qenë miraq. Mos po do me thonë ka qenë mosk. Kja është Mevludi, qka ketë me ta? Qka po të mundon për shembull ative që i mundon? Qka po të mundon Mevludi? Mevludi është letër e letërsijës islame që ne dë njëherë në gjuhën tonë, për dinin tonë, kemi ndëgju vetëm Mevludin. Edhe jemi sjellë rreth atij. Ai nuk është bidat. Por unë i kam vërejtjet e mia dhe unë për Mevludin. I kam vërejtjet e mia. Kur të prejsh gull mos ban Mevlud. Ka lidhje me fjalën islame. Udhkuru mahasina mautakum, përmendni të mirat e juve që kanë vdekur. Kjo është Islami. Lutni për ta, lutni Allahun për ta që të mëshiron. Lutni Allahun për ta që të mëshiron. Kjo është Islami. Po kur të dush jo, 7 natë, 8 natë, 15 natë, këto janë tonë. Mevludi mendoj se për shkurti e pa çka është.